Në ditën e fundit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, vetëm pak orë para finales së madhe që do të mbahet sonte në mbrëmje, banorët ishin të ftuar në një lidhje direkte në emisionin Shqipëria Live. Gjatë transmetimit live, gazetarja i drejtoi Gjestit një pyetje interesante. Çfarë do t'u thoje atyre që i ke përcjell nga dera e kuqe apo edhe me zarf të zi në këtë rast? Me qetësi dhe maturi Gjesti u përgjigj. I falenderoj që kanë qenë këtu, normal, kanë qenë shumë të mirë, por nuk e kanë pasur fatin të qëndronin këtu brenda. Nuk kanë mundur të luajnë, nuk kanë mundur të përballojnë dhe fati i keq i ka përcjell. Ne nuk jemi dorëzuar, sot jemi këtu. I përshëndes të gjithë. Finalja e shumë pritur do të kurorëzoj fituesin e këtij edicioni mes 4 finalistëve, Gjesti, Rozana Radi, Egli Tako dhe Elaert Vasili. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.